Normalisht doshim 3 pikë, si çdo ndeshje në fushë tonë, edhe jashtë fushës vazhdojmë gjithkohë për 3 pikë. Megjithatë, u bëna disa lëvizje që disa lojtarë ndoshta që kanë nevojë për pak pushim më shumë. Gjithsesi lutën besoj që bënë më të mirë në tyne, pavarësisht të shafundi i kampionatit, kena realizuar një objektiv që është Final Fouri dhe besoj që jena në rrugë marrë për me pretenduar deri në fund për titullin kampion. Ju vjen keq për që nuk gabi jetë vendi e parë se pasi edhe këtë javë. Unë thash që na him çdo ndeshje për 3 pikë po skuadra të tjera fare, megjithatë them drejtën sezonin përgjithësi besoj që është sezon i mirë për gjithë drejtash. Tash ka meta ajo, si them, që është një mitor që uroj shumë dhe besoj me punën e gjithëve president, stafit dhe lojtarëve gjithë bashkë tifozë që kena ka gjithmonë, besoj shumë që ti na vim Shkodrës një gëzim mall me titullin kampion. Natyrisht nuk është e lehta, dihet se. Por do të luftojmë deri në fund. Kena ekip mirë, besoj shumë do të luftojmë deri në fund. Kanë dy suksese më për vazhdim. Jo tek. Unë besoj se është sukses, por unë kam arrit me kuptuar një gjë që në Shkodër nuk mashim me vend dytë. Na duan ajull. Kështu që edhe unë them që vendi i dytë është sukses, por vendi i parë është sukses që do të ndonë Shkodran. Por unë personalisht nuk kam preferencë. Ndoshta në kushtetet për klubet mund të ketë, ndoshta po nuk e di, por them dhe ti po pyet mua individualisht, nuk kam ndonjë preferencë, por janë skuadra të forta janë. Gjithë janë sa. Po unë besoj se përderisa deri në fundit janë gjithë ekipet pothuajse, po objektivat realizuar. Nuk mund ta quaj kampionat dopt, të fortë ta quaj. Përderisa deri në fundit, se nuk është do të thosh ndoshta edhe i çuditshëm, se çka është deri në fund dhe shumë ekipe mos dinë alo vendin që renditen tabel. Megjithatë për vllaznin besoj se është suksesën. Çështja më e tortë është titulli. Shohim, na do ta realizojmë. Faleminderit.